تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. ضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Gjithë lavdia takon vetëm Allahut, ata e lavdrojmë dhe i shprehim lavdi, prej tij kërkojmë ndihmë dhe prej tij kërkojmë falje. Kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga keqja e vetes sonë dhe nga të këqijat e veprave tona. Ka udhëzon Allahu, s'ka kush e devion, dhe ka devion Allahu, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, i cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e tij dhe të gjithë shokët e tij, si dhe të gjithë ata që e ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Mëtej, o Zoti ynë, ti je i lartësuar dhe i pastër nga çdo emet, ne nuk dim asgjë posa asaj që na ke mësuar ti, në të vërtetë ti je gjithdituri i urti. O Allah, na bëj të dobishme atë që na ke mësuar, na mëso atë që na bën dobi, na shto diturinë, na përmirëso gjendjen tonë të rësi dhe mos na lër të mbështetur vetet tona asnjë çast. Mëtej, vazhdojmë me librin e çmuar Rawdatul Uqala, kopshtet dhe bahçet e të mençurve, të autorit Ebu Hatim Muhammad ibn Hibban at-Tamimi al-Busti, i cili ka vdekur në vitin 354 të Hijretit. Allahu e mëshiroft dhe e falt atë, na falt ne, prindrit tanë dhe të gjithë muslimanët dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtarët, të gjallët dhe të vdekurit. Jemi te tema e parë në vazhdim, do të thënë, të temës së parë, edhe ku përmenden cilësitë të mençurit dhe rëndësia e mençurisë dhe cilësitë ose çka është ajo që e karakterizon njeriu e mençur. Dhe përmendëm disa prej këtyre cilësive, disa, do të thënë, prej definicioneve dhe gjithashtu disa prej cilësive të mençurve. Dhe përmendëm një prej tyre që është e fundit, prej dobive, do thotë, ose prej veçorive të mençurit, është se i mençuri e parandalon smundjen para se të ndodh, ose do të thënë e parandalon të keqen përpara se t'i vijë ajo. Edhe folëm për këtë, do të thënë që njeriu i mençur i mendon pasojat edhe përgatitet përpara se të vijë dëmi. Mirë, po megjithatë, nëse sprovohet, i ka bërë të gjitha shkaqet, edhe përsëri me caktimin e Allahut mund t'i ndodhe një smundje ose një dëmtim në pasurinë e tij ose në punën e tij e kështu me radhë. Do thotë, krahas atyre, do thotë, nëse i ndodh me caktimin e Allahut, atëherë është i kënaqur dhe është durimtar. Do të kjo është gjithashtu prej cilësive të mençurit. Do të thënë, mundohet ti evitoj të këqijat, por kur ti ndodhin nuk kalon dëshpërim, do të thënë, por kënaqet me atë që ka caktuar Allahu dhe është durimtar edhe bën durim të mirë. Për shembull, si Jakubi alayhis salam, edhe pse i ka marrë shkaqet edhe është mundu ti parandaloj të këqijat, i ka ndodhur sprova dhe ka thonë fa sabrun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifun. Do të thonë, do të bëj durim të bukur, dhe durimi i bukur është që njeriu mos ankohet për atë që i ka ardhur. Edhe gjithashtu ka thonë, i kërkoj ndihmë Allahut për atë që thoni ose që e keni vepruar ju. Tjetra çështje që përmendëm në fund, ishte se kur njeriu i mençur i friksohet dëmit të fesë së tij ose moralit, dinjitetit ose nderit të tij, atëherë është shumë xhymert, do të thonë, shumë bujar për t'i dhënë ato bukuritë e dunjas, qofshin ato të vjetra që i ka pasur më herët ose ato që mund t'i fitojë. Dhe më e rëndësishmja është mbrojtja e nderit, siç e përmendëm shembullin se ka thonë, pra dietari është kujdesur për ruajtjen e pozitës së diturisë, mos nënçmohet dituria e tij për diçka prej të mirave të dunjas.
Këtu autori rahimahullah ka përmendur një poezi ku ka thënë, ka përmendur Al-Muntasir ibn Bilal ibn Al-Muntasir Al-Ansari, ka thënë: "E walasta ta'muru bil afafi wa bin nuha wa ilayhi ala al-amru hina ya'ulu fa in istata'ta fa khudh bi 'aqlika fadlahu inna al-'uqula yura laha tafdilu." Do thot, ti urdhron për nder edhe për mençuri. Edhe te këto përfundon, do të thonë, çdo gjë e mirë. Pra te nderi, dinjiteti dhe mençuria, kjo është kulmi i çdo të mire. Edhe prandaj, nëse ke mundësi, pra sa ke mundësi, deri në maksimum, vepro sipas mençurisë dhe ruaje nderin. Edhe sepse mençuria gjithmonë është më e vlefshme se çdo gjë tjetër. Pra ruajtja e mençurisë, ruajtja e diturisë, ruajtja e nderit, ato janë më të rëndësishme se çdo gjë tjetër. Do të thonë se nëse ti je njeri i mençur që i urdhëron të tjerët për mençuri, edhe njeri i ndershëm që i këshillon të tjerët për ndershmëri dhe dinjitet, duhet të jesh i pari që vepron me ta, edhe i pari që e ruan këtë pozit, sepse ajo është, do të thënë, kulminacioni të gjitha të mirave të tjera. Pastaj ka përmendur autori rahimahullah një transmetim, ka thënë: "Akhbarana al-Husayn ibn Ishaq al-Asbahani bil Karaj." Do të thënë, na ka treguar Husayn ibn Ishaq al-Asbahani në Karaj. Do të thënë, është qytet dikund, do të thënë, pjesët në anën e Gjorgjisë sotme. Dhe me zinxhirin e tij, ku në zinxhir përmendet Mufaddal ibn Salih, edhe thotë se ka thënë Aliu radhiyallahu anhu: "Lamma ahbata Allahu Adama min al-jannati atahu Jibril." Kur Allahu e zbriti Ademin nga xheneti, i erdhi Xhibrili edhe i tha Ademit: "Jam i urdhëruar që të jap zgjidhje, të zgjedhësh një prej 3 gjërave. Zgjidh një dhe leri 2. Do të thonë, mund ta zgjedhësh vetëm njërin." Ka thënë Ademi, cilat janë ato 3? Ka thënë turpi, fetaria dhe mençuria. Atëherë ka thënë Ademi, unë zgjedh mençurinë. Ka thënë Xhibrili alayhi salam, i ka thënë, do të thonë, turpit dhe fetaris, largohuni dhe, do të thonë, lejeni. Atëherë ato dyja kanë thënë, ne jemi të urdhëruara që të qëndrojmë me mendje, me mençurinë, kudo që të jetë. Pastaj është ngritur Xhibrili alayhis salam dhe i ka thënë, qëndroni aty. Kjo është transmetim prej fjalëve të Aliut radhiyallahu anhu, por zinxhiri deri te Aliu radhiyallahu anhu nuk është sahih. Është ky transmetues që përmendëm, Mufaddal ibn Salih, për të cilin ka thënë Imam Buhari se është munkarul hadith, do të thonë hadithe që nuk i pranohen, hadithet e tij refuzohen. Edhe gjithashtu Ibn Hibban ka thënë, pasi përmendëm që ka qenë prej dietarëve të Jarh Ta'dilit, ka thënë për këtë transmetues është munkarul hadith, do të thonë me hadithet e tij janë të refuzuara, nuk pranohet, do thotë, as për dëshmi për ta përforcuar në një zinxhir tjetër. Kjo është në shkencat e hadithit, pra transmetues shumë i dobët, edhe ka thonë, ka transmetuar hadithet përziera aq shumë sa që duket sikur i ka bërë me qëllim. Do të thonë, shumë herë i ka përzi hadithet, që do thotë se është transmetues shumë i dobët. Tani, pse atëherë ka përmendur këtë hadith të dobët? Kemi thënë edhe në raste të tjera se dietarët e hershëm, kur e kanë përmend zinxhirin e hadithit, do të thonë e kanë hequr përgjegjësinë nga vetja, sepse ka libra ku autorin fillim e ka bërë kusht që në këtë libër të regjistroj vetëm hadithe të sakta. Edhe aty, nëse sjell hadith të dobët, do të thonë kritikohet për ta. Por nëse autori nuk e ka bërë kusht që t'i sjell vetëm hadithet sahiha, nuk është kusht i librit, kur e përmend zinxhirin,
edhe i përmend transmetuesit, domethënë ai e ka tregu, e ka hequr përgjegjësinë e tij, edhe ka treguar se ky hadith është i dobët. Se dituria për hadithin, transmetimin dhe transmetuesit ka qenë e fuqishme në atë kohë. Edhe dietarët e asaj kohe ose nxënësit të dijes kur e kanë lexuar Zinxhirin, e kanë kuptuar se ky është hadith i dobët. Edhe kemi përmendur se shpesh herë dietarët përmendin qëllimisht hadithe dobta në librat e tyre që dihet kur ta dëgjosh këtë hadith, mos mendo se është në këtë temë që merret për argument, sepse është hadithi i dobët. Prandaj nuk vazhdojmë domethënë ta komentojmë këtë hadith, por ta keni parasysh nëse dëgjoni tjetër herë, është prej haditheve të dobta. Në vazhdim, thot autori rahimahullah, men hasuna aqluhu wa qabuha wajhuhu, faqad afqada fadailu nafsihi qabaiha wajhihi. Nëse dikush e ka moralin e bukur dhe fytyrën e shëmtuar, atëherë bukuria e moralit të tij e mbulon shëmtinë e fytyrës së tij. Dhe kush e ka fytyrën e bukur, kurse mendjen e dobët ose të pakt, të vogël, atëherë bukurinë e fytyrës ja largon, ja shëmton, domethënë e keqja e brendësisë, e keqja e moralit. Pra, kjo u tha dhe më herët se morali i bukur ja shton bukurinë njerëzit. Edhe nëse nuk i ka dhënë Allahu shumë bukuri fizike, nuk e ka bërë domethënë të dalluar me bukurinë fytyrë, përsëri fytyra e tij do të jetë e dashur te njerëzit nëse brendësia e tij është e bukur, morali i tij, mençuria është në nivel të lartë, sjellja është e pastër, atëherë shfaqet domethënë bukuri edhe nëse do thotë në pamjen e jashtme është në deri në një nivel të caktuar të bukurisë. Kurse kundërta ka njerëz që janë me bukuri të dalluar, mirë po megjithatë nga sjelljet e këqija dhe nga mendjeletësia e tyre, domethënë bëhen të shëmtuar dhe nuk janë të dëshiruar të njerëzit. Pastaj thot fala yajibu lil aqili an yaghtamma idha kana mu'daman. Gjithashtu njeriu i mençur nuk duhet të brengoset nëse është i varfër, nëse nuk ka pasuri. Sepse i mençuri i varfër shpresohet se së shpejti do të pasurohet. Domethënë ka shpresë se ai njeri mund të arrijë pasuri, mirë po ignoranti që ka shumë pasuri, nuk ka shumë shpresë se do t'i mbetet pasuria e tij. Do thotë i mençuri, kur ka pak pasuri, ose nuk ka, domethënë është i varfër, atëherë është e pritshme që së shpejti, ose pas një kohe të caktuar, do të pasurohet. Por i pasur dhe ignorant, edhe nuk di si të veprojë me pasurinë e tij, edhe shpërdor në vende, do thotë që nuk thret mençuria për të përdorur aty pasuria, ai së shpejti, pra pritet që ai nuk do ta ruaj dhe nuk do t'i qëndrojë kjo pasuri atij. Dhe thot wa malul aqili aqluhu, pasuria e të mençurit është mençuria e tij dhe veprat e mira që i ka bërë. Këto janë pasuria e vërtetë, si u tha edhe më herët. Pastaj thot wa afatul aqli, dami ose ajo që e prish mendjen, ajo që e prish mendjen dhe mençurinë është as-salaf. Domethënë kjo është një, ajo që dëmton mençurinë dhe shkatron mendjen është në një mendjemadhësia, wal bala'ul mu'dhi, edhe sprovat e vazhdueshme, pra në tjetër botim është të vazhdueshme, ose sprova të rënda që i vinë një pas një, dhe war-rakha'ul mufrit, edhe qetësia ose rahatia e tepruar. Domethënë këto janë tri çështje që e dëmtojnë mendjen. Mendjemadhësia ose arroganca ose ashpërsia është diçka që e dëmton mendjen e njeriu, edhe atëherë nëse vazhdon me këtë mendjemadhësi dhe arrogancë, me vazhdimin e kohës, me kalimin e kohës, do thotë i dobësohet
vendimi I mençur, I dobësohet, do të thënë mendimi I sakt, edhe sprova të pandërprera vazhdimisht, edhe sidomos kur njeriu nuk ka sabër, nuk ka durim, edhe I bëhen ato sprovat edhe më të mëdha, është diçka që ja dëmton mendjen. Edhe për këtë shkak ka disa lloje të sprovave që njeriu mund të japë kontribut për tejkalimin e tyre. Siç është për shembull çështja e varfërisë, është sprova e varfërisë. Nëse njeriu vetëm qëndron në atë gjendje, edhe vetëm ankohet, dhe vetëm rëndon edhe më shumë vetveten duke menduar për këtë gjendje dhe nuk vepron për këtë, atëherë kjo vazhdimi I kësaj sprove të përhershme është diçka që ja dobëson mençurinë, edhe e bën të bjerë në morale të ulta, edhe të bëhet lypës, edhe të hyjen haram, edhe nëse I ofrohet një punë, domethënë që është në kundërtën me moralin, atëherë menjëherë pranon. Domethënë duket se kjo sprove vazhdueshme ja ka prishur mendjen. Gjithashtu edhe rahatia e tepruar, luksi, domethënë përmendëm më herët ajetin ka thënë Allahu kalla innal insana la yatgha ar ra'ahu istaghna. Domethënë kur njeriu mendon se është I pasur edhe nuk ka nevojë për askënd, atëherë I prishet mendja, edhe I tejkalon kufit dhe nuk I mbetet mençuri, por domethënë devion në moral dhe në vepra. Pastaj ka thonë wal aduwu al aqilu khairul lil mar'i min as-sadiq al jahil. Dhe armiku I mençur është më I dobishëm për njeriu se miku ignorant. Domethënë kur njeriu e ka një mik të afërt, edhe një shok që I rri afër, I cili është ignorant edhe ka mungesë të mençurisë, mund t'i bëjë më shumë dëm se sa një armik që është I mençur dhe ka dituri, sepse dituria e tij dhe mençuria e thret që të jetë I drejtë edhe në armiqësi. Edhe mundohet ai të bëjë punët më të dobishme, domethënë ato që janë të dobishme në përgjithësi edhe nëse është armiku yt. Kurse miku me ignorancën dhe me mendjelehtësinë ndoshta do të bëjë ndonjë të mirë edhe të bën dëm më të madh që pastaj vështirë është të dalësh nga ai dëm. Kur vjen dëmi nga armiku, është lehtë që njeriu të paktën mund të justifikohet. Kurse kur vjen nga miku I afërt, edhe nga kjo pamençuria e tij, atëherë është vështirë që njeriu të dalë prej asaj, të paktën domethënë vështirë është të dalë prej akuzave të njerëzve, pasi e ka pasur atë mik që e ka bërë atë veprim. Pastaj ka thonë në një poezi që e ka thonë Ali ibn Muhammad al-Bassami, ka thonë aduwuka dhul aqli abqa alayka min al-jahil al-wamiq al-ahmaq wa dhul aqli yati jamil al-umuri wa yaqsidu lil-arshad al-arfaq. Thot armiku që është I mençur më shumë t'i ruan të mirat se sa ignoranti që do shumë, por është ahmaq. Domethënë ai që është I afërt dhe do, por është ignorant dhe ahmaq, të bën më shumë dëm, edhe më shumë të prish punë se armiku që është I mençur, se thot ai I mençuri I bën punët e mira, punët e bukura dhe mundohet ta gjejë më të udhëzuarën dhe më të saktën, më të dobishmen. Në vazhdim ka thonë po ashtu me zinxhir thot akhbarana Muhammad ibn al-Husayn ibn Qutayba bi Asqalan. Më thënë na ka treguar Muhammad ibn al-Husayn ibn Qutayba në Asqalan. Asqalan është një vend në Palestinë. Do thot si tham më herët që tregon për mësuesit e tij në secilin vend, që ky ma ka mësu këtë fjalë në këtë vend, a tjetri në vendin tjetër, që tregon udhëtimin e tij të shumt, që u përmend, do thot edhe ka thonë se ka shkruar prej më shumë se 2000 mësuesve në vende të ndryshme, nga Afganistani deri në Egjipt. Dhe
thot, pra ka thënë ky Muhammad ibn al-Hasan ibn Qutayba në Asqalan, ka thënë na ka treguar Ibn Abi Sirri, qala haddathana Rawad ibn al-Jarrah wa Damra ibn Rabi'a an Khulayd ibn Da'laj قال سمعت معاوية ابن قرة دمثن فرامك الزنجير قال معاوية بن قرة سكثان إن القوم يحجون ويعتمرون ويجاهدون ويصلون ويصومون وما يعطون يوم القيامة إلا على قدر عقولهم دمثن كان يرز براثات معاوية بن قرة كان يرز تسيلت bëjnë haqë, bëjnë umre, luftojnë rrugën e Allahut, falen, agjerojnë, mirë për në ditën e gjykimit do të fitojnë shpërblime vetëm sipas kuptimit. Do të thënë sa kanë pasur kuptim. Qëllimi i kësaj është si në kuptimin e hadithit, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, lejse lehu min as-salati illa ma aqala minha. Do të thënë njeriu kur falet, çka fiton prej namazit të tij, e fiton vetëm atë pjesë që ka qenë i përqendruar në të, që e ka kuptuar çka është duke vepruar. Do të thënë edhe në namaz duke u falur, duke ai njeriu që është i përqendruar në veprat që i bën, për kuljen që e bën para Allahut, kur bien sejdë, do të thënë e kupton madhrinë dhe lartësinë e Allahut subhanahu wa taala, i kupton fjalë që i thot, edhe ka zemrën prezente në ato fjalë. Këtë do të thënë e fiton në ditën e gjykimit, për këtë fiton shpërblime. Do të thënë e gjitha lidhet me mendjen dhe diturinë. Pra, edhe nga veprat e dukshme fiton njeriu atë për cilën ka dituri të vërtetë dhe e vepron në atë moment me dituri dhe me mençuri. Pastaj thot sami'tu Muhammad ibn Mahmud ibn Adi an-Nasa'i yaqul, gjithashtu me zinxhir tjetër, thot nga Humeid al-Akkaf, ka thonë al-aqilu la yughban wal-wari'u la yaghbin. Do thot i mençuri nuk mashtrohet. Kemi fol për fjalën ghubn në tefsir të surjat e Ghabun, ai kujtohet dikujt cili është kuptimi. Për qëllim është kur njeriu hyn në tregti dhe del me humbje. Do të thënë ky lloj humbjes, pra është sikur i mashtruar në tregti. Hyn me një tregti që mendon se do të fitojë, edhe pastaj ajo del tregti e padobishme, jo fitimprurse, edhe humb më shumë. Kësaj thuhet ghubn. Thot al-aqilu la yughban, do të thënë i mençuri nuk mashtrohet në këtë mënyrë. Do thotë në tregti, pra nuk hyn pa analizu, është qëllimi. Por këtu nuk e ka qëllimin vetëm te tregtia, shitblerja, por në çdo gjë. Edhe më e rëndësishme është në fe. Pra nuk mashtrohet njeriu në atë mënyrë duke dëgjuar premtime, dilni, çoni kundër pushtetarëve, bëni rebelime, demonstrata, kështu me radhë shkatrime, se nëse e shkatroni shtetin, atëherë do të keni mirëqenie. Do thënë njeriu i mençur nuk bie në gracka të këtilla, por me keqardhje shumica e njerëzve nuk mendojnë. Shumica e njerëzve, si ka thënë Allahu subhanahu wa taala, shumica e njerëzve nuk mendojnë. Do thotë edhe hyn në kjo është një lloj i tregtisë. Do të thënë kanë filluar të bëjnë një vepër duke menduar se do të fitojnë me ta. Edhe përfundimi ka qenë humbje që nuk ua ka marrë mendja se do të vijë deri në atë nivel të humbjeve. Edhe por thot wal wari'u la yaghbin, edhe njeriu i devotshëm nuk mashtron. Do të thënë i mençuri nuk mashtrohet dhe i devotshmi nuk mashtron. Dhe patjetër duhet mençuri dhe devotshmëri. Patjetër thotë që njeriu mos bjerë në gabime, duhet të ketë mençuri, dituri të saktë dhe gjithashtu t'i friksohet Allahut subhanahu wa taala. Edhe në ato që u thot të tjerëve, edhe në ato që i pranon për vetvete. Thotë patjetër këto dy përbërës të jenë të njeriu që mos shkojnë në humbje. Ndonjëherë mund të bjerë në ndonjë gabim të vogël. Mirë po, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la yuldaghul mu'minu min juhrin wahidin marratayn, do të thënë besimtari nuk kafshohet nga vrima e njëjtë dy herë. Do të thënë një herë ka mundësi ai që është syçel edhe sheh mirë, i sheh të gjitha rreziqet më herët. Mirë po, ndonjëherë mund të ikë diçka.
Por nëse shkon edhe për s'dyti të i njëjti vend edhe prap të i njëjti vend t'i dalë gjarë për i njëjtë ta kafshoj, do të thonë, atëherë nuk është i mençur nëse ka shku te i njëjti gabim. Dhe kjo është për keqardhje që shohim shumë njerëz të cilët e shohin devijimin, e shohin damin 1 herë, 2 herë, 10 herë, dhe prapë përsëritin të njëjtën. Do të thënë nuk kafshohen 2 herë nga e njëjta vrim, po me 10 e me 100 herë edhe nuk mbusen me mend. Atëherë, padyshim se janë të kundërt me cilësitë e të mençurit. Por edhe i mençur dhe i devotshëm. Do të thënë kjo është plotësia, ose përsosmëria, që njeriu të ketë mençuri dhe t'i friksohet Allahut subhanahu wa taala. Edhe prandaj në atë rast as nuk mashtrohet, as nuk e mashtron askën, ose as nuk dëmtohet dhe as nuk e dëmton askën tjetër. Ka thënë autori rahimahullah, do të thënë ka përmendur këtë fjalë të Humeid al-Kaf dhe ka thënë hadhihi lafdhatun jamia. Do të thënë kjo është një fjali, do të thotë që përfshin kuptime të shumta, përfshin shumë domethënie. Yashtamilu ala ma'anin shatta, do të thonë përfshin domethënie të lloj-llojshme, se kema la yanfa'u al-ijtihad bighayri tawfiq, do të thonë siç nuk bën dobi përpjekja pa sukses nga Allahu. Do të thonë dikush përpiqet, po Allahu nuk i ka dhënë sukses që ta arrijë qëllimin. Wala al-jamalu bighayri halawa, edhe bukuria pa ëmbëlsi, do të thënë nëse e merr atë pemën e bukur, e merr një mollë shumë të bukur, po kur e kafshon është e thartë. Do thotë nuk ka dobi veç bukuria jashtme pa ëmbëlsi të brendshme. Wala as-sururu bighayri amn, edhe gjithashtu nuk bën dobi lumturia pa siguri. Do thotë njeriu mund të gëzohet me pasurinë, me fëmijët e kështu me radhë, po nëse nuk e di se nëse del prej shtëpia do t'i vritet dikush, do t'i kidnapohet dikush e kështu me radhë, atëherë nuk ka dobi prej këtij gëzimi pa siguri në rrethin. Do të thënë, këto janë të ditura, edhe nëse përpiqet njeriu, po nuk ka sukses, edhe nëse ka bukuri të jashtme, nuk ka ëmbëlsi, edhe nëse ka dhe një gëzim, po nuk ka siguri, këto nuk janë dobishme. Gjithashtu, thot, edhe mençuria pa devotshmëri nuk është e dobishme. Si thamë më herët, do thot atëherë mençuria bëhet shejtanllok. Do të thonë mençuri me frikë ndaj Allahut subhanahu wa taala. Wala al-hifdhu bighayri amal, edhe mësimi për mendsh pa vepra nuk bën dobi. Wa kama anna as-surura tabi'un lil-amni, si gëzimi ose lumturia që vjen pas sigurisë, edhe afërsia që vjen pas ose bashkë me dashurinë, gjithashtu edhe dinjiteti ose burnia ose mençuria ose veprat e mira, të gjitha janë të lidhura me, do të thënë, pra veprat e mira dhe morali i lartë janë të lidhura me mendjen, me mençurinë. Dhe thot mendjet e njerëzve janë çdo herë varësisht prej kohës ose periudhës së jetës së tyre. Dhe për këtë shkak njeriu i mençur e zgjedh pjesën më të dobishme të jetës së tij, do thot për ta vepruar atë vepër që është e përshtatshme me atë periudhë të jetës, edhe zgjedh atë më të mirën, edhe nëse është e shkurtë. Do të thënë edhe nëse ka një mundësi të vogël, për shembull mësimin e rini, e kështu me radhë, do thot, ose puna në kohën e vetë e të tjera, edhe nëse është kohë e vogël, është më mirë se jetë e gjatë me vështirësi, ose do të thënë me shëmtim. Dhe thot mendja e fuqishme që nuk përdoret, do të thënë mendja e fuqishme, mendje e pastër dhe e fuqishme, mendje e mprehtë që ja ka dhënë Allahu dikujt, por nuk e përdor, si nuk e përdor, do të thënë nuk mëson, nuk e lexon librin e Allahut, nuk e mëson sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk e dëgjon diturinë, pra nuk e ka përdorur atë mendje që ta zhvilloj, është kal ardi tayyibati al-kharab, do të thënë si toka e mirë pjellore që është e braktisur. Do të thënë e lanë
tokë shumë e mirë, nëse e sheh një bujk që ka njohuri, nëse e sheh atë tokë, do të thonë i dhimbset, si nuk e punoni këtë tokë, do të thonë që jep shumë rekolta edhe shumë prodhime të dobishme. Në këtë mënyrë, ai njeri që ka mendjen e mprehtë, mirë po nuk e përdor për atë që bën dobi. Pastaj thot për tjera cilësi, prej cilësive të mençurit, thot i mençuri nuk fillon të flase pa u pyetur. Nuk i shton debatet ose grindjet përveç se kur i pranohet fjala dhe nuk nxiton me përgjigje pa u siguruar. Do të thonë, pra e qartë, njeriu pa u pyetur, pas interes në atë mexhlis për fjalët e tij, nuk fillon të flase, do të thonë vetëm kot. Por kur pyetet ose kur i kërkohet fjalë, atëherë flet, jep dobi. Dhe nuk e shton debatimin aty ku nuk pranohet. Dhe kjo është prej cilësive të mençurve që duhet ta kemi parasysh. Debati edhe polemika ose kundërshtimet janë vetëm kur të dy palët e kërkojnë të vërtetën. Do të thonë kërkohet që të mësohet cili është mendimi më i saktë, që të dëgjohet kuptimi i argumenteve nga të dy palët, atëherë njeriu vazhdon ta shqyrtoj edhe ta debatoj, të përgjigjet dyshimeve kështu me radhë. Por nëse dikush nuk ka qëllim që të mësoj, ka qëllim vetëm të fitoj, atëherë i mençuri nuk vazhdon këtë debat, se nuk është qëllimi veç kush ta mundet tjetrin, po qëllimi është të arrihet dobia. Edhe pra i mençuri nuk e shton debatimin ose polemikën, përveç se kur i pranohet fjala. Do të thonë dëgjon pala tjetër, edhe intereson argumentimi yt, sqarimi yt, atëherë vazhdon debatin me ta, por nëse nuk i intereson, edhe do vetëm të kundërshtoj edhe vetëm të fitoj, atëherë i largohet, njeriu i mençur, do të thonë largohet prej atij debati dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, unë i garantoj një shtëpi në mes të xhenetit, atij që e le polemikën edhe nëse është në hak. Do të thonë ai di se qëndrimi i tij është i vërteti, mirë po është se nuk ka asnjë dobi prej kësaj, atëherë largohet edhe atëherë është e fiton këtë garancë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wala yusri'u al-jawaba illa 'inda at-tathabbut, edhe nuk nxiton të përgjigjet. Do të thonë posa ta dëgjoj pyetjen, menjëherë me vrap hidhen 4-5 veta të japin përgjigje sa më shpejt, asnjëri pa e ditë që përgjigjja e tij është e saktë. Prandaj nuk përgjigjet pa e ditur mirë të vërtetën dhe argumentin për të. Atëherë e jep përgjigjen për hir të Allahut subhanahu wa taala. Tjetër cilësi, i mençuri nuk e nënçmon askënd. Do të njeriu i mençur nuk e përçmon dikan ose nuk e ndjen se nuk ka vlerë tjetri. Asnjë lloj prej njerëzve. Edhe tani jep detaje. Se ai i cili e nënçmon pushtetarin e ka shkatruar dunjan e tij, jetesën e tij në dunja. Ai që i nënçmon të devotshmit, pra njerëz të fetar, e ka shkatruar fenë e tij. Ai që i nënçmon vëllezërit e tij, e ka shkatruar dinjitetin e tij. Dhe ai që i nënçmon kështu njerëz në përgjithësi, e ka shkatruar mirëqenien e tij. Do të thonë kush e nënçmon pushtetarin, edhe mendon se nuk është, do të thonë i duket i pavlerë edhe i parëndësishëm, atëherë e dëmton dunjan, e dëmton jetesën, ose do të burgoset, ose do të humbe pasurinë, ose do të humbe jetën, do të thonë në mënyrë të pamençur. Gjithashtu ai që i nënçmon njerëz të devotshëm, njerëz e diturisë, dietarët, edhe i akuzon me akuza të ulta, thotë dietarët nuk kuptojnë, ose dietarët bëjnë çka i urdhëron mbreti ose fjalë të tilla, do të thonë ai e ka shkatruar fenë e tij, sepse ku do ta marrë fenë nëse i ka nënçmuar dietarët dhe njerëz e vërtet të fetarisë. Ai që i nënçmon vëllezërit e vet, do të thonë shoqërinë përgjithësi, ata që i ka të afërt, i nënçmon dhe nuk ju njeh vlerë, e ka prishur burrnin ose dinjitetin e tij,
Dhe njerëzit në përgjithësi, kush i nënçmon, gjithashtu është që nuk do të ketë mirëqenie, nuk do të jetë i qetë dhe i sakt në jetesën e tij. Tjetër cilësi prej cilësive të mençurve, thot i mençuri nuk i ka të panjohura mangësitë e veta. Do të thënë, njeriu i mençur e di çfarë mangësie ka. Sepse ai që nuk i njeh mangësitë e veta, atëherë nuk i di të mirat e të tjerëve. Do të thënë, kjo është shumë e rëndësishme. Nuk e di ku ka mangësi për veti, atëherë nuk e di çfarë të mirë ka tjetri. Dhe kur nuk e di çfarë të mirë ka tjetri, atëherë cila është pasoja? Ka thënë wa inna min ashaddil uquba 'ala al-mar'i, përpara se të arrim aty, dënimi më i rëndë për njeriu është që mos i njoh tmetat e veta. Sepse kush nuk i njeh tmetat e veta, nuk ka mundësi ti korrigjoj ose të largohet prej tyre. Si kemi thënë, si ka mundësi të mbrohet ai që nuk e di prej çka duhet të mbrohet. Do të thënë, kur nuk e di çfarë mangësie ke për veti, si do ta dish çka duhet me mësu, ose çka duhet mu stërvit, çka duhet me rregullu prej jetës, që ti largosh ato mangësi. Dhe kush nuk i di të mirat e të tjerëve, gjithashtu nuk ka mundësi të arrijë përfitime prej tyre. Kur nuk e di se, për shembull, në leximin e Kuranit, ai tjetri është më i mirë se ti, po mendon se ti je më i mirë, kur do të mësosh më shumë, do të thënë, për të mësuar Kur'an? Kur do të mësosh më mirë që ta lexosh? Nëse nuk e di për shembull se ai tjetri e një ekonominë më mirë, atëherë si do të përfitosh duke menduar se ti je më i ditur? Atëherë nuk ka mundësi me përfitu as për çështjet e dunjase, për tregti e kështu me radhë. Do thotë, çdo herë kur njeriu nuk e di mangësinë e vet, nuk ka mundësi ta përmirësojë atë, dhe kur nuk i di përparësitë e të tjerëve, atëherë nuk mund të përfitojë prej tyre. Wama anfa'a at-tajariba lil-mubtadi' wal-hal ma'an. Do të thonë, përvoja, eksperienca është më e dobishmja për fillestarin dhe për atë që është i thelluar në një, edhe ai që është fillestar në një lëmi, edhe ai që është i thelluar, do të thënë për të dy këto përvojat bëjnë shumë dobi. Do të thënë përvojat personale, gabimet e veta, nëse nuk mund t'i vërej gabimet, do të thënë nuk fiton përvojë. Dhe përvojat e të tjerëve, ata që janë më të mirë në diçka, do të thënë duhet të përfitojë prej të gjithëve. Ka thonë pra Al-Muntasir ibn Bilal ibn Al-Muntasir Al-Ansari në këtë poezi, alam tara anna al-aqla zaynun li ahlihi wa anna kamal al-aqli tulu at-tajaribi wa qad wa'adha al-madi min ad-dahri dhannuha wa tazdadu fi ayyamihi at-tajaribi bit-tajaribi. Do thotë, a nuk e sheh se mençuria është stoli, bukuri për njerëz e mençur, dhe se mençuria plotësohet me përvoja të shumta. Dhe e kaluara gjithmonë, e kaluara prej kohës, ose ato që kanë kaluar prej përvojave, janë këshilluesit më të mirë për njeriu e mençur. Edhe kjo mençuri, do të thonë, shtohet me kalimin e ditëve dhe eksperiencave të reja. Pastaj ka thonë autori rahimahullah me zinxhir, do të thonë, nga Al-Hakam ibn Abdullah ka thonë kanat al-arabu taqul, do të thonë më përpara arabët kanë thonë al-aqlu at-tajarib, do të thonë mençuria është përvoja, do të thotë përvoja e mëson njeriu, edhe kanë thonë wal hazmu su'u dhann, edhe vendosmëria është me pas mendim të keq, do të thonë me dyshu, por kjo nuk është çdo herë e saktë, do të thotë varet prej situatës, ndonjëherë kur ndonjëherë duhet që njeriu mos ketë besim të dikush ose të disa njerëz, ndonjëherë duhet të ketë besim, do të thonë nuk është e përhershme njësoj. Dhe ka thonë pastaj la yakunu al-mar'u bil musibi fil ashya, do të thonë njeriu nuk është që nuk e qillon në gjëra përderisa nuk ka përvoja të shumta.
Pastaj ka thonë tjetër cilësi prej cilësive të mençurit, ka thonë wal aqil, do të thënë njeriu i mençur, në fëmijëri është që e merr, do të thënë diturinë prej burimeve të mira. Hasan al-ma'akhidh fi sigharihi. Do të thënë një herë në fillim merr dituri prej burimeve të sakta dhe të pastra. Pastaj sahihu al-i'tibari fi sibah. Do të thënë kur fillon të rritet, fillon, do të thënë ka kuptim të sakt. Një herë në fillim mëson prej mësuesve të sakt. Pastaj është prapë në fëmijëri, po si me thonë kohën në vitet kur fillon të kuptoj, është kuptimi i qelluar. Pastaj hasan al-iffa inda idrakihi, pastaj kur e plotson kuptimin, e ruan nderin, do të thonë shumë është i kujdesshëm për nderin e tij dhe dinjitetin. Radhiya ash-shamali fi shababihi, pastaj në rini, kur është, do të thonë si djalë i ri ose vajzë e re, atëherë ka veti të lëvduara, do të thënë moral të bukur. Dhe rraji wal hazmi fi kuhulatihi, pastaj është i mençur në mendime, në vendime dhe me vendosmëri në kohën e pjekurisë së tij. Kuhula i thonë, do të thënë periudhës deri në 40 vjet. Do të thënë këto i ka treguar si faza që janë të domosdoshme ajo tjetë në fillim të asaj faze. Nuk do më thonë se pas një kohë lihet ajo e para. Do thotë në fëmijëri duhet t'i zgjedh mësuesit. Edhe për ato duhet t'i zgjedh kujdestari ose prindi, t'a zgjedh mësuesin e saktë. Kjo nuk do më thonë që kur të rritet mund të marrë çdo lloj mësuesi. Çdo herë duhet t'i zgjedh mësuesit e mirë, mirë po fillimi është i rëndësishëm. Edhe kuptimi nuk do thotë vetëm në fëmijë, çdo herë duhet të ketë kuptim të mirë, duhet të ketë dinjitet gjatë gjithë jetës, edhe gjithashtu të jetë i vendosur në të mirën, edhe me mendime të sakta gjithmonë, por këto i ka përmendur si që janë të patjetërsueshme kur fillon ajo fazë. Dhe ka thonë yada'u nafsahu duna ghayatihi bi ratwa. Do të thonë çdo herë e llogarit veten njeriu i mençur, e llogarit veten se është në një fazë më të ulët se sa përsosmëria. Do të thonë nuk i thot vetes unë nuk di asgjë ose nuk jam i aftë për asgjë, por edhe nuk i thot vetes se unë e kam plotsu, edhe nuk kam nevojë as të mësoj asgjë tjetër, as të përmirësohem. Por gjithmonë e le veten, e llogarit veten se nuk e ka arritur përsosmërinë, edhe vazhdimisht vrapon dhe përpiqet që të arrijë deri në përsosjen e asaj lëmie që i nevojitet. Thumma yaj'alu li nafsihi, pastaj gjithashtu ja bën vetes një kufi në secilën lëmi, deri ku i takon atij. Do të thënë i cakton kufi vetvetes. Gjitha këto sipas rregullave dhe parimeve dhe argumenteve të sheriatit. Do të thënë gjitha këto ku i mëson librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sepse ka thënë li anna man jawaza al-ghaya fi kulli shay'in sara ila an-naqs. Do të thënë kur njeriu i kalon kufit në cilën do fush, atëherë del në mangësi. Do të thonë nëse ka arritur, ka përparu është përsosur në një, pastaj i kalon kufit që ja ka caktuar Allahu subhanahu wa taala, atëherë quhet i mangët. Atëherë do të thonë nëse e tepron ndonjë çështje, i thuhet asaj mangësi. Edhe kjo shihet edhe në jetën e përditshme, në secilën, do të thonë secilën lëmi, bile edhe në sport edhe në stërvitjen e trupit, do të thënë kur kalohen kufit, atëherë bëhet ajo mangësi. Kurse kur arrin deri te kufiri që është i caktuar i sakt, aty është përsosmëria. Dhe siç tha më herët, prap thot, mendja nuk bën dobi nëse nuk përdoret. Siç nuk bën dobi ndihmësit përveç se kur vjen shansi. Do të thonë, e kam dhënë si shembull, nëse një grup i njerëzve mund të nxjerrin ujë nga një pusë, dhe aty është me ren. Do të thonë një herë ka filani, pastaj filani. Nëse ke ndihmës kur nuk e ke rendin për të nxjerrë ujë,
nuk të bëjnë dobi ndihmësit. Kur të bëjnë dobi, kur vjen rasti, edhe mundësia, të vjen rendi ty, të vjen radha për të marrë ujë, dhe në atë moment gjenden ndihmësit, atëherë bëjnë dobi. Edhe të bën dobi shansi, edhe të bëjnë dobi ndihmësit. Kështu është edhe mendja, përderisa është duke qëndru, edhe kur vinë mundësit për të mësu, nuk aktivizohet mendja, atëherë, të më thonë, nuk sjell asnjë dobi. Dhe thot, وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عَقْلُهُ أَغْلَبَ خِصَالِ الْخَيْرِ عَلَيْهِ أَخَافُ أَنْ يَكُونَ حَتْفُهُ fi aqrabil asya'i ilayhi. Do të thënë kush nuk e ka mençurinë, cilësinë më të fuqishme, do të thënë anën më të fuqishme, mençurinë nëse nuk e ka, atëherë shumë shpejt do të shkatërrohet nga puna më e afërt ose ajo që është më e mundshme për ta. Do të thënë nga ajo punë do të shkatërrohet. Dhe kulmi i mençurisë thot është njohja e asaj që mund të ndodh përpara se të ndodh. Do të thënë analizimi i pasojave, do të thënë mundësia për të ndodhur diçka para se të ndodhë ajo. Wal wajibu 'ala al-'aqili an yajtaniba ashya'a thalatha. Obligim i të mençurit është që të largohet dhe të ruhet prej 3 gjërave, sepse ato e shkatërrojnë mendjen më shpejt se sa e shkatërron zjarri drurin e thatë. Cilat janë ato? El-istighraku fi d-dahik, ka sjell një lloj të drurit, se edhe drut janë të ndryshme. Ka disa lloje drurit që nëse është i thatë, do të thënë për disa sekonda menjëherë bëhet hi, do të thënë që janë me konstruksion të tillë. Këtu është përmendur druri ausaj, që është një prej llojeve, Allahu alem. Do të thënë këto tri gjëra e shkatërrojnë mendjen më shpejt se sa e shkatërron zjarri këtij lloji që është kur është i thatë. Dhe ato janë el-istighraku fi d-dahik, do të thënë thellimi ose teprimi në të qeshur, vazhdimisht vetëm me qeshje, do të thënë është diçka që e prish mendjen. Wa kathratu at-tamanni, edhe ëndrat e shumta, ëndrime, do të thënë që vetëm mendon do të bëj ashtu, do të bëhem dietar, do të thënë, ose do të bëhem tregtar i fuqishëm, do të bëj kështu, do të blej, kurse është shtrirë në krevatin e tij. Do të thënë nuk vepron diçka për këtë, vetëm ëndrime. Këto janë që ja prishin mendjen. Pastaj nuk di të gjykoj për gjërat që kur vinë konkretisht. Wasu at-tathabbut. Gjithashtu edhe mos verifikimi, mos kontrollimi i punëve. Do të thënë vetëm i thot për shembull dikush se këtu ka shumë fitim, edhe menjëherë, ose i flet diçka për fe, edhe çdo gjë që i del në për këto rrjetet sociale, në këto mjetet e shejtanit, çdo gjë që i del aty e dëgjon, e lexon, edhe menjëherë i beson, pa u verifikuar a është ajo e saktë, ose të verifikohet ai në libra, ose i pyet njerëz të diturisë. Përndryshe, marrja e çdo gjëje që e sheh është e dëmshme edhe e shkatron mendjen dhe mençurinë. Pra, thellimi në të qeshura, në qeshje të vazhdueshme, ëndrimet e kota dhe të shumta, dhe mos verifikimi. Sepse e sakta është për të mençurin se nuk e ngarkon veten me diçka që nuk ka mundësi ta bëj. Nuk përpiqet të arrijë diçka që nuk e kupton. Do të thënë pa e kuptu, atë nuk hi në atë punë pa e marrë vesh. Nuk premton atë që nuk ka mundësi ta realizojë. Nuk shpenzon, do të thënë nuk bën shpenzime përveç aty ku përfiton, do të thënë përfiton për dunja ose për ahiret. Nuk kërkon shpërblim përveç sipas asaj që ai ka ofruar. Do të thënë nuk e kërkon rrogën, për shembull, më shumë se sa e bën punën, por e kërkon, do të thënë sa e ka hakun. Nuk gëzohet nëse fiton diçka që nuk i sjell asnjë dobi. Do të thënë ka njerëz që me të vërtetë kanë këtë mangësi në mendje,
që gëzohen vetëm nëse marrin diçka, nuk e merr dikush tjetër, e merr ai. Mirë po, nëse e pyet cila është dobia e kësaj, nuk ka ndonjë dobi. Pra i mençuri nuk gëzohet nëse e fiton atë prej cilës nuk ka dobi. Pastaj thot i mençuri, ja ofron shokut tij veten dhe pasurinë, do të thënë që t'i ndihmoj me trup edhe me këshilla paraprakisht, edhe fizikisht që t'i ndihmoj, edhe me pasurinë e tij. Po ashtu njeriu i mençur ja ofron diturisë udhtimin dhe prezencën. Do të thënë secilin nëse ka nevojë për dituria dhe udhton, edhe nëse është prezent, do të thënë e merr diturinë. Ja ofron armikut të tij drejtësinë dhe bamirësinë. Do të thënë edhe nëse e ka armik, do ta gjykoj me të drejtë. Dhe nëse ka mundësi ta kthej të keqen me të mirë, gjithashtu e kthen. Njerëzve në përgjithësi, do thot njeriu i mençur me njerëzit në përgjithësi si sillet, me buzëqeshje, me përshëndetje, do të thënë njerëz me të cilët nuk e lidh diçka. Do thot për shokun është diçka tjetër, për fëmijën tjetër, familjen tjetër. Po njerëz e përgjithshëm, do thot që i shën përgjithësi, pra u buzëqesh, i përshëndet, kjo është cilësia e mençurit, jo e kundërta me këta ose diçka më tepër se kjo. Njeriu i mençur nuk kërkon ndihmë përveç prej dikujt që dëshiron të arrijë suksesin. Do të thënë i kërkon ndihmë atij që do që ti të arrish atë punë për të cilën je nisur. Dhe nuk ndalet me bisedu, do të thënë me zgjeru bisedat, me hi në bisedat thella përveç njeriu që me të cilin shpreson që do të përfitojë ndonjë dobi prej bisedës së tij. Ose nëse është i detyruar, do të thënë që të rrit bisedoj me dikant, atëherë bisedon me ta. Do të thënë, si kanë thënë dietar, njeriu shoqërohet ose bisedon vetëm me dikant prej cilit mund të përfitojë dituri ose cilit i jep dituri. Dhe ky është njeriu i mençur. Kurse tjerat, biseda janë të padobishme dhe nuk harxhon shumë kohë. Ndonjëherë njeriu është i detyruar, ndonjëherë është i detyruar. Edhe mirë po prap, nëse është i detyruar për shembull në takime familjare, e bën atë bisedën përsëri për fitim. Do të thonë lidhje ose përforcim të lidhjeve familjare, shtim të dashurisë mes antarëve të familjes, edhe kjo është që përfiton te Allahu subhanahu wa taala. Do thotë patjetër njeriu i mençur vepron për ndonjë dobi, jo për vetëm kotësi. Wala yad'i ma yuhsinu min al-ilm. Gjithashtu njeriu i mençur nuk pretendon se di, edhe për ato që i di. Nuk i thot njerëzve unë di kështu shumë mirë, di kështu, përveç nëse ka dobi, nëse është e rëndësishme, nëse njerëz kanë një problem ose një çështje që nuk mund ta zgjidhin, atëherë është mirë që njeriu i mençur thot, unë e di këtë se e kam lexuar kështu ose e kam hulumtuar këtë temë ose kam pyet dietar, edhe e tregon, do të thënë atëherë kur është nevoja, kur ka dobi, kurse kështu vetëm t'i dalë njerëzve të thotë, unë jam shumë i fortë në këtë shkencë, unë jam shumë i aftë matematikë, do të thënë këto nuk i bën njeriu i mençur. Sepse thot pra Ibn Hibban rahimahullah thot li'anna fada'il ar-rijal laysat madda'uha walakin ma nasabaha an-nasu ilayhi. Do të thënë vlerat e burrave nuk janë sipas asaj që thonë ata për vete, po sipas asaj që thonë të tjerë për ta. Do të thënë kjo është që mund ta vlerësosh njeriu, çka thon të tjerë për të dhe jo ai çka thot për veten e tij. Wala yubali ma fatahu min hutami ad-dunya ma'a ma ruziqa min al-hadhi fi al-aql. Edhe nuk mërzitet ka humbur prej dunjas, njeriu i mençur nuk mërzitet çka ka humbur prej dunjas, nëse me të ka fituar diçka prej diturisë dhe mençurisë. Thot, ka thënë një poet, pra Abdulrahman ibn Muhammad al-Muqatili, ka thënë femen kana dha aqlin wa lam yaku dha ghinan yakunu kadhi rijlin wa laysat lahu na'lu wa man kana dha malin wa lam yaku dha hija yakunu kadhi na'lin wa laysat lahu rijlu. Do thot
kush ka mençuri dhe nuk ka pasuri, është si njeriu që ka këmbë dhe nuk ka këpucë. Kurse ai që ka pasuri dhe nuk ka mençuri, është si njeriu që ka këpucë dhe nuk ka këmbë. Do të thonë, ai që nuk ka këmbë, ka shpresë se do të bleje këpucë ose do të gjejë ndonjëherë, por ai i cili nuk ka këmbë, edhe nëse i ka, do të thonë, ka shumë këpucë, nuk i bëjnë dobi. Prandaj ai që ka pasuri dhe nuk ka mençuri, është si ky që ka këpucë dhe nuk ka këmbë. Kurse kush ka mençuri, do të thonë mençuria është që i zëvendëson të gjitha. Edhe tek e fundit, ai që ka këmbë mund të ecë edhe pa këpucë. Do të thonë edhe nëse nuk ka kohë gjatë këpucë, mund të i shfrytëzojë këmbët, por e kundërta nuk është e mundshme. Pastaj ka thënë Ebu Hatim rahimahullah, kafa bil aqili fadlan wa in udima al mal bi an tusrafa masawi a'malihi ila al mahasin. Shiko tani ka përmend këtu disa çështje që duhet i kuptojmë, do të thënë një cilësi, si është te i mençuri dhe si është te i pamençuri. Thotë njeriu i mençur, veprat e këqija i shndron në veprat mira. Do të thënë nëse ka bërë gabim, atë gabimin e përmirëson edhe bën edhe më mirë se sa ka qenë më përpara. Kurse te ignoranti vetëm shtohen veprat e këqija. Njeriu i mençur atë mosdijen ose mos kuptimin e ka shndruar në dituri. E ka bërë, do të thënë nëse ka qenë njeri i aftë, si me thënë dinak, që ka mundur të mashtroj, këtë e ka bërë mendje të shëndosh. Do të thënë këtë aftësinë për dinakri, nuk e përdor për t'i mashtru njerëzit, po e përdor për të ruajtur prej dameve kështu me radhë, për atë që është e dobishme. Edhe lafazani, do të thënë te ignoranti është lafazan, kurse te i mençuri bëhet oratori, do të thënë që shprehet mirë, nëse ka fuqi të flasë, gjithashtu e përdor për atë që është e dobishme. Mendjeprecia gjithashtu është zgjuarsi te i mençuri. Nëse nuk mund të flasë dikush, do të thënë njerëzit nuk janë të njëjtë. Dikush ka guxim për të folur edhe ka fjalë, nëse e ka këtë, e bën oratori për këshill, edhe për përmirësim. Por nëse nuk e ka këtë, ka turp të flasë, e bën, do të thënë te i mençuri është heshtje mençur. Dënimin e bën edukim. Pra nëse e dënon dikant, ajo është për edukim, jo vetëm për hakmarrje. Guximin, vendosmëri. Frikën, mos nxitim, maturi. Do të thënë nëse ka qenë frikacak dhe nuk është, do të thënë guximtar që të hyje në çdo gjë, atëherë te i mençuri kjo nuk quhet frikë, po quhet maturi. Do të thënë nuk nxiton për të hyrë në disa veprime. Shpenzimin e tepërt, do të thënë te ignoranti që nuk ka mend, llogaritet shpërdorim ose shkapërderdhje e pasurisë, kurse te i mençuri llogaritet bujari, do të thënë sepse e jep aty ku ka dobi. Nëse është që shpenzon shumë, do të thënë i shpenzon aty ku është e dobishme dhe është bujari. Kurse kur nuk jep, do të thënë është ekonomizim edhe mençuri gjithashtu. Kështu që po thot asnjëherë të mençuri nuk e gjen ndryshe përveç se i respekton ata që kanë pozitë, që janë kryetar ose me pozitë ose njerëz me autoritet në mesin e shoqërisë ku jetojnë, ka njerëz që janë me autoritet. I mençuri i respekton ata, kurse i çmenduri, do të thonë, i nënçmon ata njerëz që janë në këto pozita. I këshillon të afërmit ose të njëjtit, barabartit, është gjithmonë është këshillues për ta. Është i solidarizuar me vëllezërit e vet, është i mbrojtur prej armiqve të tij, nuk është asnjëherë që ka zili, hased, do të thonë për shokët e tij, as nuk i tradhton dashamirët e tij, nuk i provokon njerëz të këqij,
Do të thënë i mencuri nuk shkon atë të keqin vetëm me nxit, që t'i shtoje të këqijat. Nuk është koprac kur ka pasuri, as nuk është i dobësum kur ka varfëri. Nuk i nënshtrohet epsheve, nuk nxehet, nuk e mbledh fuqin në hidhrim, në zemrim. Kur është i zemrum, nuk plas me atë fuqin e tij. Nuk i dëshiron ato që nuk mund t'i arri, do të thënë nuk ndron ëndrat kota për ato që nuk i gjen, dhe gjithashtu nuk i deponon, nuk i mbledh, nuk i grumbullon ato që i gjen, po i përdor për atë që është e dobishme. Nuk hyn në pretendime, nuk merr pjesë në grindje, nuk nxjerr argumente përveç nëse e sheh nevojën ose sheh gjykatës, do të thënë atëherë i shfaq argumentet e tij. Nuk ankohet për dhimbjet e tij përveç se te dikush që shpreson prej tij të ndihmoj shërimin. Do të thënë mund t'i ankohet për dhimbje doktorit, mirëpo secilit që e takon thotë kështu po dhe, ose për shembull mund t'i ankohet për dhimbjen e kokës dikujt që mund t'i kërkoj një hap për shembull. Ajo është në rregull, mirë po vazhdimisht ankesa për dhimbtat e kështu me radhë nuk është prej cilësive të mençurit. Nuk e lëvdon dikant me diçka që nuk e ka, sepse lëvdata ndaj njeriut me diçka që nuk e ka është nënçmim. Do të thënë, i mençurin e kupton si nënçmim. Mi thon dikujt, do thotë është nënçmim sepse ai e di që nuk e ka atë lëvdat për cilën je duke i thënë. Thotë wa man qabila al-madha bima lam yaf'alhu faqad istuhdifa lis-sukhriya. Dhe kush i pranon lëvdatat për ato që nuk i ka bërë ai, e pranon të lëvdohet për diçka që nuk ka bërë, ai e ka shfaq veten, do të thënë e nxjerr veten si shënjestër për tallje. Do të thënë nëse gëzohet, e lëvdon dikush dhe ai vetë di, edhe ndoshta edhe njerëz të tjerë dinë se nuk e ka bërë ai këtë punë, edhe ky e pranon këtë lëvdat, atëherë do të thënë është bërë mjeti talljes. Dhe i mençuri nderohet edhe nëse nuk ka pasuri, ose nëse nuk jep, do të thënë nuk paguan që të lëvdohet, por lëvdohet. Si luani, të cilit i friksohen edhe nëse është duke fjetur. Do të thënë edhe kur është në gjumë luani, i ruhen ata që kalojnë, do të thënë në këtë mënyrë i mençuri nderohet në secilën gjendje. Pastaj thot, fjalët e të mençurit janë të fuqishme dhe të drejta si trupi i shëndosh, trupi i sportistit, do të thonë, ashtu janë fjalët të fuqishme dhe të shëndosha njeriu të mençur, kurse fjalët e ignorantit janë të dobta dhe të lakuara si dridhjet e trupit të smurit. Fjalët e të mençurit, edhe nëse janë pak, janë me ndikim të madh dhe sikur edhe bërja e mëkateve, hyrja në mëkate, edhe nëse është pak, është goditje ose sprov shumë e rëndë. Mençuri është që njeriu të verifikojë edhe ta kontrollojë secilën vepër përpara se të hyjë në të. Tjetër dëm që i bën, do të thënë tjetër prej dëmeve që e dëmtojnë mendjen është vetpëlqimi, el-ujb. Do të thënë wa afatul aqli al-ujbu. Do thotë dëmi dhe dëmtimi i mençurisë është vetpëlqimi, se gjithmonë i mençuri duhet ta llogarit veten se si u tha më herët, do të thonë se ka edhe pak hapësirë që të përsoset. Jo, do të thonë ti pëlqej vetja dhe ti nënçmoj të tjerët, sepse kjo është, si u tha më herët, prej cilësive të ignorantit. I mençuri çdo herë duhet ta stërvit vetveten që të jetë durimtar ndaj fëmijëve të këqij ose familjarëve të këqij ose shokëve të këqij, do të thënë jo shok
me të cilët shoqërohet, po ata që i ka afër, që është provu që t'i rinë afër dhe që janë të këqij, duhet të mësohet që të jetë durimtar, sepse kjo është diçka që nuk ka mundësi mos t'i ndodhe njeriu në jetë. Patjetër, njeriu gjatë jetës së tij do të sprovohet, ose me ndonjë fëmijë të keq, ose me kolegë të keq në punë për shembull, ose me bashkëpunëtar të keq, ose dikan prej familjarëve që është i keq. Domethënë, këto sprova i ndodhin secilit njeri dhe kurse njeriu i mençur duhet di që të jetë durimtar dhe mos reagojë për secilën imtësi. I mençuri nuk duhet të dëshiroj që të quhet i mençur, ose dietari nuk duhet dëshiroj që ta thrasin njerëzit dietar, sepse kur thuhet për dikon se është shumë i zgjuar ose gjeni kështu, njerëzit i ruhen edhe ikin. Në përgjithësi, do të thonë, ruhen prej atij që është i njohur se është shumë mendjeprejtë kështu me radhë. Dhe njeriu i mençur, nëse është i mençur, e mbulon mendjen e tij sa të ketë mundësi. Do të thonë nuk e shfaq çdo herë, por e mban për vete, sepse fara e mirë, herdo kur do të nxjerrë patjetër një bukuri dhe fryte të dobishme. Nëse atë farën e mirë vazhdimisht vetëm e shfaqim, e fusim në dhe, edhe pastaj duam të lëvdohemi të e nxjerrim prapë, shiko çfarë fare të mirë ka mbjellë edhe një herë, ajo prishet, nuk ka dobi. Por nëse lihet ashtu e mbulume, edhe mendja e fuqishme, lihet, nuk ka nevojë të shfaqet, ajo patjetër do të nxjerrë fryte shumë të këndshme, edhe pamje të bukura. Mirë. Një çështje tjetër, do të thonë, për këto janë të gjitha për rëndësinë e mençurisë në Islam, sipas argumenteve të Kuranit dhe Sunetit. Gjithashtu prej çështjeve tjera për përforcimin dhe zhvillimin ose përparimin e mençurisë, ka thënë Shu'ba, rahimahullah, ka thënë uquluna qalila. Pra transmeton autori me zinxhir prej Shu'bës, se ka thënë me mendjet tona, mençuria jonë ose dituria jonë është e pakët, nuk është shumë. فإذا جلسنا مع من هو أقل عقلا منا ذهب ذلك القليل. Nëse rrim, shoqërohemi me dikon që ka edhe më pak mend se ne, atëherë do të na ikë edhe kjo pak që e kemi. Ne kemi pak mend, edhe shoqërohemi me dikon që ka edhe më pak, do të na ikë edhe kjo. Dhe ka thënë inni la ara ar-rajula yajlisu ma'a man huwa aqallu aqlan minhu fa amqutuhu. Domethënë kur e shoh dikon që shoqërohet me njerëz më pak të mençur, domethënë e urrej. Pra shoqërimi është shumë me rëndësi. Domethënë shoqërimi me njerëz më të mençur, më të ditur, më të aftë për të mësuar prej tyre, për ta plotësuar mendjen, aftësinë dhe diturinë. Njeriu, domethënë vazhdimisht duhet të gjejë shokë që janë më të mençur se ai, edhe më të ditur se ai. Dhe ka thënë pastaj autori, awwalu khisalil khairi lil mar'i fi dunya al-aql. Domethënë cilësia e parë e mirësisë së njeriu në dunja është mendja, mençuria, dhe kjo është më e mira që Allahu ja ka falë njeriut. Prandaj njeriu nuk duhet ta përlyej këtë dhunti të Allahut duke u ulur me të kundërtën. Domethënë duke u shoqëruar me ata që e kanë të kundërtën. Këtë dhunti ta ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Pra falenderoje dhe mos e përlyej duke u shoqëruar me njerëz që ta prishin këtë dhunti. Njeriu i mençur duhet të ketë sjellje të bukur, heshtje të gjatë, sepse ky është morali i pejgamberëve. Kurse sjelljet e pahishme dhe braktisja e heshtjes, domethënë llafazëllëku i madh, të folurit e shumt, kjo është prej cilësive të atyre të dëshpëruarve. Njeriu i mençur nuk ka shpresa shumë gjata, domethënë nuk mendon se do të jetojë 200 vjet. Por e ka parasysh se vdekja mund të vijë në secilin moment. Dhe kush i ka shpresat e gjata, i ka veprat e dobta. Kurse kush e ka parasysh çdo herë afërsinë e vdekjes, domethënë i shton veprat e mira, dhe në momenti kur vjen vdekja, atëherë njeriu nuk i bën dobi kjo shpresa e kotë që e ka mbajtur.
Njeriu i mençur nuk lufton pa përgatitje, nuk debaton pa argument, nuk hihet mundet, me dikant fizikisht pa pasur fuqi. Nuk nuk i bën këto njeriu. E di vetveten, edhe e di deri ku ka fuqi për këto luftra ose polemika e kështu me radhë. Sepse me mençuri gjallërohen shpirtat, ndriçohen zemrat, hecin punët dhe plotësohet mirësia e dunjas. Njeriu i mençur i krahason ato që nuk i ka parë prej dunjas, i krahason me ato që i ka pa. Për ta kuptuar një gjë që nuk i ka pa, i krahason me ato që i ka pa, dhe ato për cilat nuk ka dëgjuar, i krahason me ato që ka dëgjuar. Dhe ato që nuk e ka arritur ose nuk e ka provu, e krahason me atë që e ka provuar. Dhe e merr parasysh përvojën e jetës ose pjesës kaluar të jetës së tij. Nuk mbështetet, njeriu i mençur nuk mbështetet vetëm në pasuri, edhe nëse e ka në gjendjen e plot të përsosur pasurinë, sepse pasuria vjen dhe shkon. Kurse mendja qëndron dhe nuk lëviz. Mençuria, dituria nuk mund të humbe. Kurse pasurisë mund t'i vijë një zjarr, ose një vjedhje, ose një luftë kështu me radhë, ose ndonjë harxhim i papritur, edhe në një moment humb e gjithë pasuria. Kurse dituria e fituar, përvoja, aftësitë, mençuria, ato nuk humbin ashtu kollaj. Dhe thot, nëse kishte qenë mendja një pemë, do të kishte qenë pema më e bukur. Dhe nëse kishte qenë durimi, nëse kishte qenë durimi një frut, do të kishte qenë fruti më i nderuar ose më i dobishëm. Çka ja shton njeriu të mençurinë? Ja shton duke u afruar me njerëz të mençur dhe duke u larguar prej të kundërtëve. Pastaj ka thonë me zinxhir, transmeton nga Ebu Malik el-Ghanawi, rahimahullah, thot, gjalisul alibba, do më thonë shoqërohuni me njerëz të mençur, me njerëz, do më thonë me mendje të fuqishme. Pa marrë parasysh se ai keni shok ose armiq, sepse mendjet, do më thonë, fitojnë ose rriten prej mendjeve të tjera. Do më thonë, është për qëllim edhe këtu, nëse njeriu ka shok të cilët janë të mençur, do më thonë, duhet t'i mbaj ata. Sa i përket armiqve, do më thonë, është vetëm nëse e ka të domosdoshme, është i detyruar të qëndrojë me atë, duhet edhe në atë moment të fitoj diçka prej mendjes së tij, prej mençurisë së tij, edhe nëse është diçka dikush që nuk e ka dashur ose nuk e do. Ka thonë, pra vazhdon autori rahimahullah, thotë, shoqërimi me të mençur patjetër do ta sjell njërin prej dy kuptimeve, ose për kujtim, për gjendjen që duhet njeriu i mençur të përkujtohet, ose do të fitojë diçka që nuk e ka pasur. Do të thonë, ose sepse njeriu pa marrë parasysh sa di dhe sa është i mençur, harron, habitet, edhe ndonjëherë e kap gafleti, do të thonë, prandaj kur rrimet mençur gjithmonë e përkujtojnë për të mirën. Ose e mëson atë që nuk e ka ditur më herët. Prandaj thot, afrimi me të mençur është përfitim, është përkujtim dhe do të thonë secilën gjendje, pra në të gjitha gjendjet është përfitim ose përkujtim. Nuk duhet njeriu ta shfaq mençurinë e tij përveç aty ku vlerësohet edhe çmohet ajo mençuri, dhe duhet, do të thonë, t'i flas ose të tregoj mençuri atyre që e pranojnë edhe e afrojnë. Edhe ka thonë një fjalë që është bëj njohur se e kemi përkthyer më herët. Walau kana lil aqli abawani lakana ahaduhuma as-sabru wal akharu at-tathabbut. Me pas mençuria prindër, me pas mençuria dy prindër,
Domethënë, njëri do të kishte qenë durimi, tjetri do të kishte qenë verifikimi ose kontrollimi. Domethënë, kjo është që e sjell mensurinë e vërtet, të verifikohen lajmet, të verifikohet ajo që atë që dëgjon, atë që mëson, domethënë patjetër me pas verifikim në argumentet e Kuranit dhe Sunetit, në fjalët e dietarëve, edhe durimi, mos nxitimi, domethënë për secilin lajm që e dëgjon edhe menjëherë reagimi. Në fund të kësaj teme, thot autori rahimahullah, ja'alana Allahu mimman rukkiba fihi husnu wujudi al-aql, domethënë Allahu na bëft për atyre që e kanë prezent, domethënë u është dhënë kjo mendja e bukur dhe e fuqishme, dhe me të i fiton dhuntit e shumta të Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe i përdor ato dhunti aty ku e afrojnë, domethënë i përdor dhuntit ashtu që e afrojnë te Allahu i lartësuar në botën, domethënë këtë botë dhe në botën tjetër. Innehu al-fa'alu lima yurid, domethënë Allahu është që e bën atë që do ai subhanahu wa ta'ala. Pra kjo është tema e parë që e mbajtëm në 2 mësime. Ka të bëje me njohjen e mensurisë, realitetin e mensurisë, cilësitë dhe çka duhet, diçka domethënë prej këtyre vetive që duhet ti përfshi ose ti përfitoj i mensuri dhe ato veti që duhet ti largoj edhe që ta ruaj mendjen e tij. Dhe pastaj me këtë mendje vijnë këto tema tjera që shpjegohen si është tema e radhës në lidhje me takwan, edhe mbikëqyrjen, domethënë pasjen parasysh të mbikëqyrjes së Allahut subhanahu wa ta'ala dhe temat me radhë. Domethënë kjo është, si më thon, njoftim me mensurinë dhe realitetin e saj dhe disa prej cilësive të njeriut të mensur dhe të mendjes së shëndosh. Lutim Allahun që të na bëjë të dobishme atë që na ka mësuar, të na mësoj atë që na bën dobi, të na shtoj diturinë e dobishme në dunjë dhe në ahiret, dhe të na përmirësoj gjendjen tonë tërësi dhe mos na lër të mbështetur në vetët tona asnjë çast. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.